Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Ky është emisioni Fol dhe unë jam Erion Skëndaj. Sot emisioni Fol ka udhëtuar nga Tirana në Belsh. Dhe më konkretisht, unë ndodhem në pikën më të lartë të fshatit Qafshkall. Po pse kemi ardhur këtu, do të thoni ju? Ne kemi parë një protestë banorëve, proteste përsëritur në javën e fundit, disa protesta, pra brenda një jave, ku banorët e këtij fshati, pra të fshatit Qafshkall, protestojnë para bashkisë së Belshit, sepse atyre po u merret prona. Pronë që e kanë që nga stërgjyshi, thonë banorët. Po minimalisht të pronë kanë dhe mbi 20 vite që e kultivojnë. Kanë mbjellur ullinj. Shikoni det me ullinj nga gjitha anët. Pra gjithë ky bereqet, gjithë kjo begati e banorëve do të merret sepse qeveria e ka dhënë tokën e tyre për kompensim një ish pronari, paktën kështu thuhet në letra. Sa e vërtet dhe pse po ndodh kjo në këtë fshat, do na e thonë banorët, sepse ata janë njerëzit që e punojnë këtë tokë. Banorë, faleminderit që jeni bashkuar këtij emisioni. Tani të them që është bukur, kush ka sy e shikon vetë që është shumë bukur. Bukuria vetë. Bereqet nga do, ullinj nga do. Unë këtë nuk e them për bërë reklam në fshatit tuaj, por ky është një konstatim real edhe ata që na shohin, po shohin përmes pamjeve. Ajo që ndoshta njerëzit nuk e kuptojnë është pse në 2025-ën fshati juaj proteston për toka që thotë se i ka me tapi. Si të quaj? Quam Antoni Dervishi. Sa vjeç janë? 35. Me çfarë merresh? Bujqësi. Me bujqësi. Po. Ja del? Me vujtje. Me vujtje. Shumë vujtje. Me të rrugët sakrificë, e pe vet. Desh lam sot do parkin. E pe vet. Ne lam këtë punë në vujtjes shumë. Po, s'po në lëra rahat, edhe me këtoj mënyre. Sa do që po vujmë, po edhe shtetë s'po në lëra rahat. Po, pse s'po u lëra rahat? Ç'a po ndodh konkretisht? Ma shpjegon dot? Po ç'a po ndodh? Ja, neve edhe kemi me dokumenta tjetra. Po? Jemi për të kompensuar dhe ne. Si pronë gjyshi, së gjyshi. Pra duhet t'ju kthehet kjo pronë si pronë e vjetër? Jemi vetë neve për të kompensu, e s'po na jep pronën tonë. Vjen dikush tjetër me kompenson me pronën tonë. Në fshatin tuaj? Në fshatin tonë, që s'ka lidhje fare me fshatin tonë. Ju nuk i dinit fare këtë histori? Ne s'dishim as lloj historie, këto janë bën mënyrë të fshes që kanë ata Terezinë vet. U mor vesh ka ditë u arrestovo. U mor vesh, kjo çështë mor vesh kur zotëria këtu u kap në rrugë, dervish policisë që këtu pronën. E ç'a pronë që kishte vetë ky. Këta të bojnë edhe kjo ndodhi tani. Po tani para 2 javë. Pra ju që nga që në 90 e kemi punuar. Le to gjyshi së gjyshi që kemi dokumenta, kemi të faktuar aty. Po. Po dhe kemi edhe 25 vjet që është e mjellme. Prona. Me ulli. Me ulli. Tregon vetë ulli. Janë këto ullinj këtej. Gjithë, ke ulli, këte gjithë, janë gjithë ulli. Tregon vetë ulli. Kështu që 25 vjet që e përdorim. Nuk po hyj këtë çështja e gjysë gjyshi, pa dhe sikur 25 vjet. Si e quajnë pronarin? Se dëgjova që ishte Koko Bobo tregon mbi emrin ai. Arjanit Koko Bobo. Arjanit Koko Bobo është shproncuar, është kompensuar me tokë këtu. Me pronën tonë. E kemi pronë gjyshi, e kemi mjell pronën tonë, nuk na kompensojnë, po s'na japin as letë. Dhe ne që jemi këtu, pavarësisht ke toka gjyshit në stabilizuar. Të gjithë, që jemi këtu, këto jonali e kanë gjithë këtu. Këto tjetë po atje e kanë.